Ju vini nga? Unë jam Laura dhe vi nga Tirana. Tani unë kam ardhur të surprizoj një person shumë veçantë në jetën time, po surpriza e parë mora për vete se kam takuar Arditin. Faleminderit. Gjithmonë nga televizion, është emocion shumë i bukur edhe për mua. Faleminderit. Dhe unë jam një person shumë fatlum sepse jam e rrethuar nga njerëz që m'japin shumë dashuri dhe në të vërtetë ishte e vështirë zgjedhja ime. Po kam zgjedhur që të thras këtu hallën time. Ajo jeton në Itali. Po halla ka emrin, po për mua është shumë. Është njësoj me mamin tim. Si e lidhur me të? Halla ime kishte moshën 12 vjeç dhe nga martesa e prindërve të mi që janë të dy të bukur edhe shumë të dashuruar, i erdha unë jetë dhe halla ime u bë hallë për herë parë nga mua dhe ajo ishte shumë e lumtur, ne duheshim shumë, jetonim në afër në lagje, po jo në të njëjtën shtëpi. Dhe me zor priste sa të vinte nga shkolla që unë të shkoja dhe të rinte me mu bashkë. Po them disa kujtime të vogla, në moshën 3 vjeçare, unë kam dal nga shtëpia vetëm, mëngjes, se kisha mendje vetëm te halla, dhe kaloj rrugën gjitha, shkoj te shtëpia. 3 vjeç. Po, pa leje, pas një gjë dhe gjithë kërkonin, nuk i shkonte mendja që mund të kisha shkuar vetëm, dhe normalisht ishta ke halla, dhe në një moment me pronarin e pallatit ku ne jetonim, na nxorën nga shtëpia, domethënë ne ngelëm rrugë, dhe ne kaluam në rrugën e Durrësit me shtëpi, domethënë në Tiranë. Larg hallës. Larg nga halla, shumë larg. Dhe këtu ne përjetuam një shkëputje nga halla, dhe unë në atë kohë do futesha në klasë parë, dhe nuk dua të emocionohem, po mbaj mend që babi im ka bërë maksimumin që unë të isha në bankën e parë, të isha e siguruar në vendi më të mirë, gjitha me radhë. 4 ditë mas shkollës, mas e filloj shkolla, nga ora 11:30 e natës na bie dera dhe aty shikojmë xhaxhain me nusën e vet dhe i thon mamit që Artani ka vrar pak këmbën, është në spital. Artani ishte babi. Baba im. Aty pastaj vetëm ulërimat e mamit gjoj dhe nuk mbaj mend më asgjë. Pastaj, domethënë po e kalojmë, shikoj veten që jetojmë në një shtëpi me hallë. Po çfarë kishte ndodhur? Babi im kishte bërë aksident rrugës për të kthyer te ne në shtëpi me biçikletë dhe kishte humbur jetën. 26 vjeç ka qenë. Dhe ne e gjetëm veten në një familje të re. Unë halla, mami dhe motra. Mami normalisht 26 vjeç mori rolin e babait, u fut punës, gjithë për të përballuar jetesën. Domethënë normalisht mes Tiranës me 2 goca të vogla, njerëzit jepnin mendime të ndryshme, disa thonin që janë jetimore, disa mami jo. Halla erdhi me ne, halla u bë, le të themi, mami jonë dhe mami vazhdoi punën. Pastaj neve na çonte në shkollë halla, zente mësime zyshat si që mi mbani mirë gocat. Që të kalojmë ke halla, ajo kishte një lidhje shumë veçantë, ka 3 vëllezër, domethënë njëri ishte babi im, dhe nga që është e bukur, për mua është e bukur, ishin shumë fanatik. Babi im ka qenë shumë fanatik dhe atë periudhë kur babi ka humbur jetën për një zëng vëlla e motër, normalisht tip fanatizmin, nuk flisnin, ishin zemëruar. Dhe kur ndodhi kjo e babit, halla e ka parë në ëndër dhe babi i ka dhënë porosi që mi ke amanet gocat. Që atëherë halla mori rol shumë të fortë për gjithë familjen e vet, po për ne më shumë, për mua dhe për motrën. Flas për ne, gjithmonë për mua dhe për motrën, po me mua pak më shumë. Dhe 5 vite jetuam ashtu bashk, pa pritur shikojmë që në shtëpi po ndodhin ndryshime, valigje, gjëra të reja, domethënë rroba.
mami mundohesh pak nga pak duke na përgatitur që ne do krijonim një jetë të re bashkë me mamin dhe mami do krijonte një jetë të re me personin që është akoma sot e kësaj dite. Nuk mund t'i them njerëk sepse për ne është si babai jon, po mami u martua. Shkëputja ime me Hallën aty ka qenë, nuk di ta shpjegoj, më shumë se sa me babin, sepse ne u mësuam, për çdo gjë ishim bashkë, 97-ën e kemi kalu bashkë, gjithë gjërat forta. Dhe unë nuk isha dakord atëherë, kam qenë 10-11 vjeçe. U bëra shumë kundërshtare, humba Hallën, e humba, dhe atëherë kanë qenë vetëm ato telefonat fiks. Dhe merja në telefon, ne ndruam shtëpi, dhe përjetimi nga shkëputja e shtëpisë që isha me babain ishte shumë i fortë, edhe pse shkuam në një shtëpi më luksoze, më të mirë, unë preferoj atë ku ishi me babi. Dhe pastaj e merja Hallën në telefon, hajde më merë, nuk ri këtu, hajde me mamin, nuk e kisha me mamin fare, unë e kisha me dashurin time që kisha për Hallën. Ajo mundua që t'na shpjegoj që kështu është jeta, mami është e re, sepse këto janë punët e Zotit, nuk është se kishte një divorc, ishte një aksident. Dhe u përshtatëm me realitetin. 3 vite humbëm kontaktet me Hallën, Halla iku në Itali, nuk ishim as telefona, unë kisha humbur, thjesht vazhdoja shkollën, jetën. Halla u martua në Itali? Halla u martua, krijoi jetën e saj, erdhi mbas 3 vitesh kur ka ardhur me shumë dhurata, shumë valigje. Unë doja Hallën, domethënë. U bëre pak xheloze kur u martua Halla? Po, unë kam qenë gjithmonë xheloze për Hallën dhe Halla gjithmonë për mua. Domethënë, ne kishim krijuar një imazh për njëra tjetrën dhe nuk lejonit që të futej njëri në mes. Jo, pyetja Hallës tipike, edhe ajo e di shumë mirë, është kë doni më shumë në gjithë botën, edhe ne thonim Hallën gjithmonë. Kur Halla vinte nga Italia me radhë, domethënë gjatë viteve, me ditë, ne e bënim me radhë me motrën kush do flejmë Hallën, një natë njëra, një natë tjetra. Unë gjithmonë prisja zgjuar sa të gjumi motrën dhe kaloja unë prapë ke Halla, normalisht.